Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man wala. Allahun xhalla wala falendrojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në fund të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, po vazhdojmë sonte me ndajën dhe me kapitullin e ri nga libri Mukhtasar Minhaj al-Qasidin, ku në takimet e kaluara kemi marrë çështje të rëndësishme, madje ato që ka me edukatën e besimtarit në jetë bashkëtorë, edukatën e tij në raport me pasurinë, halal dhe harami, e ato që me suri kujtohen nga ajo që kena marrë të kaluara. Libri që po e marrëm çdo herë sa po takohemi, po dëshmohet, se është një libër që përfshin të gjitha aspekte e jetës, për me rregullu raportin e besimtarit me gjitha ato, po them kursimisht palë anë që ai duhet me pas raportet e mira me ta. Andaj kapitulli i parë ka qenë ibadeteve, ndërtimi raportit me Allahun te barekuhu teala. Tash ka kalu te zakonet. Jo zakonet që në ibadet, po e gjatë përshme të njeriut, nuk hin në ibadetet në kuptimin e ngushtë, nga se gjitha këto e një ibadete. E nga ato që njeri një të përshme ka nevojë dhe normal është pjesë përbërëse jetës tij, është edhe shoqëria e tij. Shoqëria është domthonë që është shoqëri miqësi që ka vëllezër musliman, po edhe njerëz në përgjithësi. Ndaj kapitulli që sot do të fillojmë me trajtu, inshallah, ka të bëjë me disa rregulla me edukatën e besimtarit në raport me, domethënë, shoqërinë, në përgjithësi muslimanët, edhe për të kësaj me njerëz e tjerë. Kur bie fjala për edukatën, ose ajo që quhet në gjuhën arabe adab, dietarët kanë kurtuar vëmendje të madhe, kanë shkruar libra. Gati në çdo libër të hadithit ka kapitull të posaçëm Kitabul Adab, libri i edebit, se edebi është pjesë përbërëse e dinit, edhe është padyshim një nga 3 komponentë kryesore të formimit të çdo muslimani. Ase muslimani formon dhe ndërton veten e tij mbi bazën e imanit, ibadetit edhe edebit. Këto 3 janë pjesë domosdoshmë të pandashme njëra me tjetrën. Andaj Imam Buhariu rahimullah e ka Kitabul Adab në Sahih Buhari, pastaj ka libër të posaçëm Al-Adab al-Mufrad, që flet me qindra hadithe që flasin domosdoshmë për edukatën e muslimanit në raport me prind, në raport me tjerë e kështu me radhë. Këto autori nuk është zgjeruar normal në këtë temë sa kjo temë kërkon edhe sa ka shpjegime, mirë po është fokusuar në çështjet më kryesore, më të rëndësishme lidhur me këtë çështje. Andaj thot në fillim, thot dije se lidhja mes muslimanëve funksionon mbi bazën e moralit të mirë. Domthonë ti prat me thonë se funksionon mbi bazën e besimit të fuqishëm. Besimi të ndërmjetër imani, kur përmendet ndaras nga tjerat, përfshin edhe debin, normal se këtë iman. Mirë po kur përmendet ndaras, për shembull përmendet imani dhe debi, imani më tepër ka të bëjë me atë pjesën e besimit, konfirmimit, deklarimit, unë jam musliman, unë besoj në këtë e kështu me radhë. Ndërsa edebi pastaj edukata është manifestimi praktik i këtij besimi. Andaj autori e ka përmend se dashuria mes muslimanëve, lidhja mes tyre, ndërtohet mbi bazën e husnul khuluq, edukatës dhe moralit të mirë. Dhe gjithashtu parqarja dhe ndarjet janë rezultat i edukatës së mangët ose moralit të keq. Pse është kështu? Për shkak se njeriu i cili ka moral të mirë din edhe me dash dikon, edhe din me vlerësu dikon. Dhe zakonisht dashuria me qëtë bazë ndërtohet. Nërsa ai që nuk ka moral të mirë, do në zakonisht prodhon faktor që mu dapi dikujt. Njerëzit çka dojnë? Dojnë fjalë të mirë, dojnë sjellje të mirë, dojnë edukat me këtë që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhe kjo është bazë për mu afru.
Nëse për shembull nuk ka moral të mirë, nuk ka sjellje të mirë, ka arrogancë, ka mendimallësi, ka ato që janë të njohura, padyshim këto përdojnë edhe për çarje. Përdojnë për çarje. Andaj kemi pa gjatë për shembull historisë që ka ndodhur që me pas ndoshta mes njëjtit besim musliman lufta për faktin se domthon nuk kanë komunikuar mbi bazën e edukatës që duhet, por mbi bazën e arrogancës, dashurisë për pushtet e kështu me radhë. Andaj veç besimi i njëjtë nuk është i mjaftueshëm. Po është mjaftueshëm kur ky besim shndrohet pastaj edhe në funksionimin e vlerave që na kena besuar to. Andaj imani është, do thonë, tërësia e vlerave që na kena besuar to. Ndërsa morali dhe edukata është funksionimi i vlerave në shërbim të jetës sonë, qoftë në ndërtim të raporte me Allahun apo qoftë në ndërtim të raporte me të tjerët. Prandaj nëse na besojmë në këtë vlerë, besojmë në vlerën e modestisë, atë mu vret në jetën e përditshme. Dhe kudo me këtë që i modest kemi fituar zemrën apo. Si shembull konkret, ka tjera. Nëse besojmë se është ves, për shembull, i keq, arroganca, atëherë padyshim se kjo të më vret jetën e përditshme që njeriu nuk është i tillë. Po kur nëse është i tillë, bën që jetë më u largu pitina. Qysh e ka thonë Allahu xhallahu për pejgamberin sa ka thonë. Domthon, po ti je i vrasht me ta, kish me ik pitije. Për pejgamberin sa. Jo një kuptim veç mosbesimit, po të përkrahjes edhe afërsisë, e dashnisë e shumë tjera. Dhe kjo është një për arsyeve pse autori e ka lidh, domthon raportin e mirë me njerëzit, veçanërisht me besimtarët, afërsinë, miqësinë e ka lidh me mirësjellje. Për shkak se ajo që na duhet në raport me njërin çka është mirësjellja. Për shembull, ty si njeri, a duhet më shumë ti si insan? Për më konë johën me dikon, a duhet më shumë fjala e mirë, sjellja e mirë, modestia? Apo të vynë së më rëndësi qysh a i silë, që ka thotë për më rëndësi se a i beson se Allah është një me, ato që ka i beson është në raport me të me Allah në gjellëvala. Apo, pa e në raport që është me ty, është që e silës. Së në tush për shambull, unë e besoj në Allahun, besoj në qësit Allahut, në matë Allahut, ama që silë nëse më rëndësi, të këmën më rëndësi është që unë e përbesoj. Nuk është që është të. Për shkak se njerëzit e dojnë hakun e vetë, Allah e dojnë hakun e vetë. A janë të ndame këtë haqe? Ndamen. Prandaj edhe kemi pa atëta bashkëtorë. Nuk është mjaftuar që duhet të pas besim edhe namaz më fal, po ka një varg rregulla që garantojnë të bashkëtorët. Ti mund të fal namaz me xhamat e këtë mirë, po nëse çka namaz nuk i bën vlera të tjera funksionale, nuk është i mjaftuar me pas raport mirë me njerëz të tjerë. Ti me Allah mund të pas deri dikon, sepse kemi përmendur që raport me njerëz të kurzuar edhe me raport me Allah xhallahu dhe kundërta. Mirë, po këtu e ka përmendur që raporti mes muslimanëve, uniteti mes tyre dëmonë ndërtohet në mas të madhe me bazën e sjelljes mirë, moralit mirë, edukatës, husnul khuluq. Pastaj ka përmendur dëmonë edhe hadithe që flasin për këtë çështje, mas pari vlerën e moralit, pastaj vlerën e lidhjeve mes muslimanëve. E ka përmendur këto hadithin e Abu Dardas radhiyallahu ta'ala anhu, i thotë se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka diçka që peshon më rënd peshor të gjykimit se morali i mirë. Normal, morali i mirë i drejt me besim në imanin, që ajo e bën me peshur rëndapën. Gjithashtu, në hadith tjetër, ka përmendur pejgamberi sa se inna ahabbakum ilayya, njeri më i dashur te unë, edhe më i afërt me mua, është ai që ka sjelljen dhe edukatën më të mirë. Hadithet njëra që keni për këtë çështje që ka folur pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe gjithashtu ka përmendur në hadith wa in abghadakum ilayya ma i urrejturi tekun, dhe ai që është më së largu nga unë në ulje në afërsitë të gjykimit, është ai që mesawikum akhlaqa, ai që ka akhlakun, sjelljen, moralin, edukatën e ka, domthonë në nivelin e kërkuar fetarisht, e ka jo të mirë. Gjithashtu është pyet pejgamberi alayhi sallam, çka është ai që më shumë të njerëzit që në xhenet, më shumë të ka thënë takwallahi wa husnul khuluq. Takvallah dhe raporti mirë me Allahun, edhe raporti mirë me njerëzit. Çdo që më shumë të në xhenet apo. Ndërsa kur përmend hadithet që flasin për vlerën e dashurisë mes muslimanëve, disa pyetje përgjithëse ka shumë. Thot hadithi i njohur i që transmeton Buhariu dhe Muslimi nga Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu se ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, 7 persona do të jenë në hijen e Allahut atë ditë kur s'ka jetë, një nga ata, on 200 dash për Allah dhe nda për Allahun te bareke ve taala. Pastaj ka një hadith tjetër se Allahu xhallahu dhe gjykimit ka thonë haqqat mahabbati lil mutahabbin fiya.
e kanë merituar dashnin tëme ata që për mua janë dashur. E kanë merituar dashnin tëme ata që për mua janë dashur. Edhe wa haqqat mahabbati lil mutabadilina fiyya. E kanë merituar dashnin tim ata që, domethënë, edhe kanë dhënë për një tjetër. Jo që ndash, po edhe kanë dhënë bedhël, kanë dhënë mund, kanë dhënë sakrificë, kanë dhënë përpjekje në shërbim të njëri tjetrit. Edhe wa haqqat mahabbati lil mutazawirina fiyya, hadith qudsi don, ka thënë Allahu xhalla wala, e meriton dashnin tim ata që vizitojnë për hir tim. Ata që duhen, ata që japin mund dhe përpjekje në shërbim të njëri tjetrit dhe vizitojnë që ta e meritojnë dashnin e Allahu te bareke wa taala. Gjithashtu e ka përmend këtu autori hadith në pejgamberin sa ku thot awthaqu ura al-iman, nyja më e fuqishme e imanit është me dash dikon për Allah edhe me urrejt dikon për Allah. Andaj dashnia për Allah xhallahu ala është pjesë e imanit apo. Edhe pastaj autori thot, dije thot se kush don dikon për Allah, patjetër që më pas që dikon e urren për Allah. Normal. Se nëse për shembull ti e don dikon për çka, për çto, po do më aq si ka çto do të ti çka kemi kon. Prandaj kjo është e lidhur me zvete. Kjo është e lidhur me zvete. Prandaj ato që sot njerëzit tentojnë për shkak të frymës dominante që është ose për arsye të caktuara të ku e dinë çfarë përfitime të tjera më thonë që na nuk e urrejmë askënd, na i dojmë krejt, nuk është e vërtetë apo. Se kjo nuk ekziston mes njerëzve. Nuk ekziston mes njerëzve. Njeriu domethënë urrejtën e ka mos mbrojtëse. Nëse se urren kërkan, apo çu shembron besimin tën, çu shembron ti mendimin tën, çu shembron ti veten tonë, apo. Urrejtja, hidhnimi që shprehet përmes urrejtjes është mos mbrojtëse, është begati. Mirë po zullum nuk bojmë, larg asaj. Që kjo është më rëndësi, nuk te kalon kufinin, nuk e merr hakun, nuk refuzon bashkëpunimin, këtë jo këto rregull, ama distancimi duhet me kon. Duhet me ditë kush ku është. Ne jemi që ta, ju një që ta. S'mundem me shkri kufit. Çdo tendencë me shkri kufit është realisht është mashtrim. Është mashtrim apo. Sikur që, domethënë, ka qenë në periudhën e komunizmit të na, teoria e vllaznim bashkimit apo mas sinqert kanë qenë musliman, fatkeqësisht se kanë mënuar që për më kanë këtë tjertë. E në fund u kuptoi që këtë tjertë kishin pas për të punë tjera, e na kena mbet në fund, domthonë të zhgënjur nga kthimi i shpinës pa mënyrë të vllaznim bashkimit të investuar me dekada në mesin e shoqërisë, fatkeqësisht. Pra ai të ndrollëzon në çdo popull, çdo fe, çdo çka do kohë, çdo mungri, do mes përpara, do të pas kufit. Kur ski kufi hin kush don, del kush don, bën çush don, atë s'ka integritet, s'ka integritet, s'ka seriozitet apo. Ai në fen ton ka kufi. Ka standarde, ka rregulla. Boshti elhamna, domon na muslimani jemi të veçantë në këtë aspekt se boshti i tërë kësaj nuk është egoja e njerit apo. Nuk ka njerëz tjerë kanë përcaktuar kriteret e dashnisë edhe të urrit me bazën e çkafit, me bazën e egos personale, interes personal. Musliman se kanë kështu. Musliman kur e dojnë dikon, e dojnë për shkak se e don Zoti. Edhe kur nuk e dojnë dikon, nuk e kanë me për shkak se nuk e don Zoti. Çfarë ditë që e don Zoti e dojnë edhe natën. Kjo është dallimi mes muslimanëve edhe të tjerë që e kanë aktive patjetër. Edhe kjo është në për libra, kjo është në për diskutimet e tyre të vazhdueshme, reklamat e jashtme që ka dalin këto janë për konsum të masave, mirë në esencë padyshim nuk mundesh këtë me dashur apo. Për shkak se ti e keni standard jetës, e keni domthonë keni një tërsi kuptimesh bindjes tua që ato mendojnë se të mira. Ai që ato si beson, ju rrën të smush me dashur. Për shkak se ai nuk e don vetveten tonë, nuk e don bindjet e tua, besimin ton. Edhe urrejtja në kohën tonë ka marrë një keq kuptim, nuk kupton veç luftën, nuk kupton me hip qaf njerë gjoptën. Urrejtja është emocion i brendshëm, apo që ti e ruan distancimin ndaj tjetrit me qatë urrejtja. Që kjo është apo? Se nëse s'ka urrejtje, s'ka distancim, ai shkon të shkrim asaj apo. Urrejtja është garantuesi i distancimit apo. E na duhet të pa distancim. Mirë po, ky distancim nuk kupton çfarë mungesën e bashkëpunimit, nuk kupton absolutisht edhe mungesën e bashkëtesës, çka do koftë. Në rregull jemi këtu krejt. Mirë po, ekziston një emocion i brendshëm që ai më mirë mban distancën, nga se në distancën e ruaj integritetin e besimit tëm. Atë kjo është ajo që duhet me pas parasysh apo në këto tema apo.
E këtu autori thot men yuhibbu fillah, yubghidu fillah. Ai që dën për Allahun s'ka çfarë pa urrejt edhe për Allahun te barekalla. Thot nga se ti nëse e dën një njeri pse është i nëshuar Allahut, atjetën që nuk është nëshuar që kemi atina, s'mund të thonë me dasht. Se nëse ata e dën, atë këto që pëdën pse është nëshuar, se pas ke për nështrim, pas ke për diçka tjetër. Se s'ka mundësi, kjo është kundërthënie. Unë e du filonin pse është i devotshëm, besimtar i mirë, edhe është për shembull bujar. Mirë, ky është mëkatar, koprrac dhe i keq. Edhe këtë e du, atë me të parin si sinqert pra, s'ka mundësi të më dasht. Për shkak se ti s'ki të bëjsh me njëri si qenie personale, po ki të bëjsh me përsaktimin e tij, me bindjen e tij, me sjelljen e tij, me veprat e tij. Mbi çet bazën e përsaktojmë, kanë e dojmë edhe kanë nuk e dojmë ato. Prandaj thot ai që domthon i ka vlerat që ti beson të sot mira, meriton për me dasht. Ai që i kundërshton këto vlera, i shkel, i lufton këto vlera, s'mund me dasht apo. Nuk është me dasht. Për faktin se kjo është pastaj absurde, është e panatyrshme. Është e panatyrshme. S'mund të njëri për shkakun që njëri prej figurave që ka përndu kogja shumë, po përpara ka qenë kogja më i theksuar në TV të muslimanëve në botën arabe më tepër, apo? Ana pëç një ditë atë vrasjen e muslimanëve në Gaza, atë që ka bëu terror, smerre, a urran dhe që sun thëm që urrej apo nëse krijesa Allahut, barono. Tash nuk e ti kanë dëm për atë. Ose ka dikon që urren ti më ftë tukën se urren njëri që për shembull vron fëmijë, graje, dhunane, çfarë për shembull. Me vetë dikon për shembull a urren ti Miloshin, fatkeq s'tamë për mëna, po për atë. Krijesa Allahut me dash me shpon dashni, me kam shpon dashni vëllai apo. Ai ka shpërndar pushke, luftët, ka shkel huka mujt, tash i shpërndaj dashni. Kjo është absurde, kjo nuk ka njerëzore më apo. Kjo është veç farsë për konsum të jashtëm apo. Natë me konë sinqert apo. Njerën e mirë e dojmë, ai që i bën dobi njerëzve e dojmë, edhe ai që i bën sharr njerëz nuk e dojmë. Shumë është e qartë kjo punë apo. Edhe çto sinqeriteti, edhe çto është ajo qartësia e fesë tonë. Dashninë edhe urrejtjen ndaj njerëzve nuk e lidhim me inate personale, e kemi të kufizuar me kufit e Allahut, jo kufit ton, nëse jena të bindur se Allah është i drejtë, edhe Allahu te barekta nuk i hen hakaskujt, andaj ne përmbahemi qasaj, se na me na lën neve në dorë kufit na ka që shpesh e ilkunim kufit në bazë të interesit personal apo. Andaj duhet me dash për Allah, e duhet me urrejt për Allah, nga se kjo është nyja e besimit tonë. Andaj thot autori, nëse njëri për shembull ka adhurim, ka besim, por ka edhe mëkate, atëre kemi në fatqase mesatar ndaj tij. Do ndikun shohim me të, dikun e kemi në fakt tërheqje. Fillimisht, nëse për shembull e ka mëkatin në afekt, po nëse të më kuni mirë, do të tentojmë që mi fal. Nëse dikur për shembull ka mëkatim të vazhdueshëm, të përditshëm, e ka mëkatimin në mënyrë tjetësës apo. Ne ti kemi qenë pak më, ose më të vendosur që mi dërgu mesazhe të caktuar se nuk mund të mbajtuna me këtë mënyrë çështje jeton. Pra më smush me pas raportet njëjta, lëndërum një sikur se dikur për shkak se është besimtar i devotshëm, rrin xhami, largon nga haramat, e dikur se për shembull sfalet, zbeson Allahun, pin alkool, shet drog, më thon për mua njerëz të krijesat e Allahut të njëjtë kom. Kështu apo. Është absolutisht domthon absurde, nuk është njerëzor apo. Andaj Islami të ndërruar, çka është e veçantë e Islamit që edhe nëse i përcjell, domthon arsyet e konvertimeve të njerëzve në Islam, apo më shumë të vren se ajo ana njerëzore e tij ka bëu me besu apo. Jo ana utopike të njerëzve që ekzistojnë kërkon apo. Jo, Islami nuk e ka ndërtuar platformën e besimit mbi çefin e kërkuit apo as mbi lajka, është sinqert, që kjo është e vërteta. Edhe nëse njerëzit zhveshen nga paragjykimet, edhe njerëzit zhveshen nga interesi saktum, e kuptojnë që vallahi çato që Islami ka bëu, që është domthon e duhura. Çfarë është e duhura? Andaj sa ka për shembull dilema të ndërrojë të qarkullojnë sot, a është për hap Islami me shpatë? A është për hap Islami me shpatë? Të është jo se për hap Islami është për me paqe, Islami ka dash paqe të këto luta që më kush i ka bëu këto? Apo? Mirë, do të ndalojmë dy sanave. Zgjerimi se pejgamberi ka ndërtuar shtetin Islam Medinë. Apo e ka ndërtuar shtetin Islam Medinë. Që ky shtet ka pas të ndërë të zgjerimit, për me e garantu drejtësinë tek njerëzit e tjerë.
Nga se është i bindur se na kemi drejtësi në dorë, apo? Zgjerimi kërkon nuk shkruan, asnjë popull në botë nuk ka zgjeru me mirë kuptim popullit tjetër apo. Çaj më mëna na nesër me marr, edhe na me marr. Kush e ka shkruar me mirë kuptim apo? Kjo është absurd apo? Çfarë perëndori, se shtet është ndërtuar mbi bazën e forcës. Apo me bazën e forcës apo? Mirë po, në Islam zgjerimi me forcë është e vërtetë. Por individët mbrana territorit të zgjerimit kanë pas zgjidhje në dur çka do më konta. A këtë ndallimin? Don gjeografikisht, po Islami është zgjeru edhe me forcë. Kjo është absurde me më njerëz është, mohimi fakteve. Por Islami nuk është prap ideologjikisht me forcë apo. Dallimi mes dy forcave apo. Gjeografikisht po, por ideologjikisht nëse po është ideologji kushtimisht apo jo. Don besimi territori i Islamit është zgjeru me forcë, por besimi i Islamit nuk është zgjeru me forcë. Për shkak se me konë që ashtu, sa vene na kemi pa që ka kisha, vërdu me konë katolik, krishter, ortodoks, idhujtar, që që ka trajtu Islami këto regula, pagu në lejtatimi, për mbrojtje kanë pagu. Që du të me mbrojt shteti, për mbrojtje që ka që. Nërsa dëmon, qështet e tjera, ne dim që që ka trajtu pejgamber sa Mekës e të ata tjerë që në kam së pejgamber sa. Pra ne mund të ndërvëzë si shembull konkret i përmana këtë edhe ato më herët, se nuk duhet me ikë për gjërat natyrshme. Veçka, pse njerëzit për shembull krijojnë një farloj klime të kontaminuar për tema të caktuara, atë nëse flet të keq kuptojnë, mos fol hiç për ato tema, ndaç. Ose gjeni më të caktuar. Mirë po, me ju vargis, domethënë frymës së përgjithshme dominante në dëm të bindje fetare, apo se thojnë për Islamin kështu, na s'mund më. Nëse s'ka kështu në dunja vëllai, vëllai nuk ka kështu në. Nuk ka kështu. Se personi që shka opton do, aja që ka mas shumë ti për të folet është e drejta. Por aja që funksionon mas shumë ti kush është forca. Apo kush funksionon në dunja? E drejta a forca? Dihet apo? Dihet apo? Dihet kush funksionon apo? I forti ai njëre e merr, tani thot apo në Allah për drejtë apo? A mos i të merr apo? Ma që dunja për mëjmë na. Që nuk duhet na me shkelfin tona, parimet tona ose më një keq për rregulla që Allah i ka vendosur në këtë çështje për shkak se citojnë drejtat, citojnë durat, që është natyrshëm apo. Andaj këtu e ka përmend që ky është me pas qasën në gjitha kategorive apo. Pastaj ka përmend kategoritë, që s'po dim në detale këtu se ka përmend shkurt, tu kanë më për zërim më shumë, po vetë si aludim ka përmend ose njerëz mund të konë ose jo musliman, jo besimtar, ose mund të konë për shembull besimtar, mund të konë për shembull ai që përhap risi bidaçi, mund të konë edhe mëkatar. Në kategoritë e njerëzve zakonisht apo qenë. Tash më së çfarë raporti kiti, çu më ndur raportin, këtu janë tema që nuk mund të më trajtuar në një nivel. Nuk mund të në një nivel. Për shkak se për shembull ti besimtar ka disa kategori, apo ka jo besimtar që të lufton, ka jo besimtar që nuk lufton, ka jo besimtar që ki akreba, ka jo besimtar që ki kushi, ka jo besimtar që ki kushi as akreba pa ki larg apo. Në kategoritë se s'la kanë këto kategoritë ka mënyrën e caktuar që është mosil më tosh me trajtuar. Pse e drejta islame nuk bën përgjithësime. Që zakonisht ti bën përgjithësime. Musliman di futi më ne, kallop edhe këtë njëjtë drejtojnë fatkeqësisht apo. Veç me ran. Jo na skemi kështu, se s'lim varësisht nga arroganca e mosbesimit, edhe është e merr edhe trajtimi me dorë. Pastaj për shembull kanë mëkatarët dallojnë. Nuk kanë këtë nivel. Një mëkatar që ka për shembull mëkate nivelit më të nuk është se që ka mëkate më dhaja, edhe mëkat dallojnë. Ka mëkate të mëdha të shëmtuara, ka dhe më të mëdha, ka dhe më të vogla, dallon. Pastaj tek çështja e ai që bidaçi, do të thotë kush është bidaçi më së pari. Rësimtar ai që ka shpik në fe, ai që ka shpik gjëra të caktuara në fe, bidat ka bëu. Do të caktu kush është që ky, pastaj a thret në çet bidat, a nuk thret çet bidat, a një ka shumë rregulla ato. Kështu edhe sot për shembull do djem të që dalin edhe marrin një qasje mas pari të shpall bidaçi, tani s'ka më pardon në sjellje absolutisht në kuptim të refuzimit dhe bojkotit, pavarësisht do ku bën pjesë bidatit, a është më i rrezikshëm, a është a i përhapun, a jetu thirr, a s'më rëndësi më vonë. Më rëndësi është ta ka titullin pastaj këtë një njëjtën. Kjo është padyshim mungesë edukatës që tha autori, edhe mungesë kuptimit të duhur të fesë. Ashtu edhe të tjerë prandaj do nëse s'le ka mënyrën e vet që duhet me e trajtuar. Jo të gjithë trajtohen barabart. Edhe këtu që i përmendet ndër janë
tregues, domethënë se interesimi për ndërtimin e raporteve me njerëz, duke se në hakun është pjesë e dinit ton, është pjesë e fesë ton. Më interesu na si musliman, çka ka obligimin ndaj muslimanit, çka ka obligimin ndaj tij. Andaj sa çështja e obligimeve është një nga temat që gëzon më së paki interes të musliman. Fatkeqësisht, interesim, se jo interes. Më së paki interesim. Për shembull, me shpjegu temat obligimet e burrit ndaj gruas, burri s'ka që fëmijë këto tema. Burri ka që fëmijë temat obligimet e gruas ndaj burrit apo. Çto ka që fëmijë? Edhe gruaja s'ka që fëmijë temën obligimet e gruas ndaj burrit. Jo, e diun ne, po kallëzimi ti e burrit çka ndaj me javën. Do zakonisht na kemi qef, e kjo është në shpërputhje me udhëzimet e pejgamberit alayhis salam, kjo është shpërputhje me mendsinë e muslimanit që menon qysh unë me ta lë hakun, që se lan ti hakun ndaj me ka kush mirë me këtë punë, ama ne kam obligim ndaj temë lë hakun se kam dhënë te Allahu përgjegjësi apo. Andaj kur hub ndikimi i ahiretit, kur hub edukata e ahiretit, njerëz pastaj qyr veç për vetë apo. Unë çam të kanë mua. Tjerëve pastaj ka një justifikime, arsyetime e kështu me radhë. Andaj autori ka përmend detajet se ndaj çdo kuqe të mos dhe kjo është e drejta. Shikoni Allah xhallahu te ndërvozën dhe në çfarë niveli e trajton çështjen e kujdes ndaj të drejtave të tjera. Ç'është raporti apo? Fletë për situata, domthonjë që janë problem u përmbajnë ato situata, vallahi është problem në situatë më përmbajnë. Megjithatë, edhe aty na ka mësuar Allah xhallahu që timit përmbajnë. Don çaty testohet forca e imanit tonë. Na kanë testojmë forcën e imanit për shembull sa gatrim namaz apo. A është një test kë? E testojmë për shembull sa mund të lezu Kur'an gjatë apo. Po a teston vetëm sa i gatshëm ja garantoj dikujt që to atestoj ç'ti imani? Po, e ka përmend Allahu te barekuta ala. Wala yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum anil masjidil haram an ta'tadu. Mos gaboni që urrejtën ndaj një populli që ju ka nxirr nga çabja, a kupton? Ju ka përzon nga çabja që jetën mi kalu kufi ndaj tyne. Çu kufi psa ka kufi ndaj tyne? S'ka kufi, ja ka kufi. Ka kufi. A flet pas ka ndaj ti ka kufi apo? Të kanë nxirr pe çabës, ka debu pe vani ton Mekës kur i kanë nxirr muhaxhit, an ta'tadu. Pastaj pak dejtë më poshtë në Surën Maide. Allahu flet domthon për drejtsinë. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Tregoni drejt nga se ç'kjo është treguesi takollokut. Drejtësia. Lexoj ajetin për konflikt me kujt drejt, habitesh me kon. Ai sot me kujt drejt ndaj babës së nonës apo. Jo, thot edhe ku drejtësia është kundër babës së nonës apo. Tregoj drejt, nga se ç'kjo është treguesi devotshmërisë. Sot bota, për çka po jeka më shumë? Kur bën i mirë jemi apo jam lojm. Kur bën i huaj na ja shplojm. A ç'ka problemi njerëzve? Po. Ai tjetri çka s'bën, e na themi ka të më mbrojt. Hamdon, ky tjetri e mbron progën e shtëpisë, e ky është ai që kjo është standardi dy fishta, apo të shumë fishta apo. Ai bota ka këtë krizë, ka mushtu kriza për shkak të padrejtisë, fatkeqësisht apo. Në Islamin nëse më kon drejt, ndaj çdo kujt. Kush do koftë apo? Kush do koftë? Shkoni pejgamberi të ndërvozën. Kur ka hyrë në çaba apo. Kur ka hyrë në çaba, na e kujtojmë hyrjen në çaba veç me atë qëndrimin madhor të pejgamberit sa idhhabu fa antum tulaqa. Shkoni sini të lirë apo. Të kanë dhënë ngjarje shumë ta sa veç japën. Sa veç japën. Atë që kanë dhënë të kanë çaba apo. Për shembull, kush ka qenë kujdesari i çabës nga fiset arabe? Fisi Beni Shejbe. Fisi Beni Shejbe i ka qeset e ka pas qeset. Pejgamberi ka inë çabë dhe ka marrë qeset e çabës. Ai ka marrë çabën tash. Ajo në sundimti është atë. Realisht e kalumja ka qenë kalumja e shirkut. Tash ka ardhur pushteti i riu në kujduj ato apo. Ja apo. Ka on këta kush është Fisi Beni Shejbe kanë ardhur. Ja ka qeset. Sot as ditë ky fis e ka qeset e çabës në dorë apo. Me mos e pakon dekreti i pejgamberit ja kishin marrë mati. Po e kalon çaq fuqishëm pejgamberin edhe pushtetarët s'kan mujt fort me lund këtë aspekt apo. Se pse drejtësia kjo punë. Këta e kanë pas çapën, jo më musliman, jo tash në çapën apo. Drejtësia apo. Ja i pionierit ai që ka taku. E pe hakun apo. E kështu më radh. Prandaj çështot të vëzër mirë mban raportet. Çështo fuqizot uniteti, me që sjellje, me që edukat. Ndërsa me sjellje arrogante, me sjellje hakmarrëse, me sjellje selektive, me sjellje kështu ja.
për shkak se nuk është sjellja e muslimanit që shtopën. Pastaj e ka përmend autori çfarë sifat duhet të pas njëri që ti e përzgjedh për shaktonin. Do vëlla musliman s'mund të zgjidh kur në keja, po. Kush beson në Allah xhallahu te ke vëlla musliman, apo ku do kuft. Ama shok që me të shoqërosh, a mund të zgjidh? Mund të zgjidh, mikun mund të zgjidh. Kolegun punë s'mund të zgjidh, këshin s'mund të zgjidh. Zakonisht s'mund të zgjidh këshin. Mirë, po shokun që i rrim ata mund të zgjidh. E autori përmend disa standarde, që na ndihmojnë me përzgjedh shokun e mirë atë. Thot mas parin hymë soi hadith në pejgamberin sa, se ka thënë pejgamberi sa el mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum min khalil. Njeriu është në fen e shokut vet, a dhe kërkon peki për shok. Tash kjo hadith në rrezë kur menon njeriu është në fen e shokut vet. Mirë, a ka mundësi më kuptuar nëse shoku është i mirë edhe ai i keq i bëhet i mirë? Në çfarë konteksti ka thënë pejgamberi sa në këtë hadith? A e ka më shumë në kontekst që i keqi përfiton nga i miri, apo konteksti i keqi i miri dëmton nga i keqi? Në cilin kontekst e ka më shumë? Dytën. Për shkak se për të parën, si kështuat i këshurë me kam përën ti. Jo, është i mirë, heq më se këshurë, vazhdo mas dina, pëtën. A ma si dhëtë hapi sytë, këshurë kam për kishak, dohon, në një që ti ashe se i keqi zakonisht, ndikën të i mirë, pëtën. Fatë keqi, zakonisht dhe qështopën, zakonisht. E ka përjashtime, por ato jenë me tjetër vendim, tjetër gjykim. Nërsa esenca është se i keqi zakonisht lënë gjurëm të Allah në rëtë të i mirë. Mas mujtë që shkallën vejmë, kur që mi bo, adin s'paku i erë në keqe e lamën. S'paku i erë në keqe e si kështë e punë e farkatarit me zjarën e ti që e farkan hekurin. Andaj thëtë, dije thëtë se nuk është gjdo njeri i përshtatshëm për me u shëqru me te. Si ka do më onë cilësit e zaktuara për me u shëqru me te. Andaj dije thëtë se aj që du është ti me u shëqru me te, do të një pas disa cilësi e para, aj, edhe ti dush me pas qëllime të caktuara pse me të shoqërosh atë. Domthon, aj do një pas do cilësi, kjo është e para, dhe ti dush me pas qëllim të caktuar pse çështë ke bëu shok e çështë se ke shok, apo. Domthon, çështja e parë është e cilësitë, çështja e dytë është e përfitimi. Apo. E përfitimi autori thotë është i dy niveleve, i dunjallukut edhe i fesë. Po thotë për të parën nuk është temë trajtimi jonë apo. Nëse jem të fol çish më lidh me dikën, e ti më fiton ndonjë. Kjo punë s'është temë jonë apo. Na po flasim domon për më fitu çish domon ti përfiton nga një shok i jot i përfiton tonë. Çish përfiton ti nga shoku i jot tonë. I kam thënë ti ka të gjëra, edhe pse këtu në fund thotë të gjitha kanë kushte. Por unë po i përmani, mirë po detajizimi i tyre se kërkon trajtim më të veçantë. Konkursi vetë apo. Mirë po vetë si udhëzim i përgjithshëm që realisht me përfitu nga çdo status që ka miku yt, shoku yt, përfiton bedin apo. Në dobi të fesë tonë, jo në dobi të domethën dunjas tonë. Kjo është e para. Dhe e dyta, përfitimi këtë nivel duhet të qenë i dyanshëm. Ai diçka më ripeti, po ti diçka më ripetina. Nëse jeti me çet status, edhe dikush më të shoqënohet, atë le të vret se ai përfiton nga ajo që ti e ke, edhe kundërta. Përmend tash shembujt veç sa për serim. Do nëse ti e keni arritje të caktuar, e keni domthon pozitë caktuar apo tash dikush që është mik i jote, duhet më vrej se ai përfiton nga çaja që ti e ke apo. Në dobi të festina apo. Dhe e kundërta, ai ka diçka ti përfiton për dinin tën nga ajo që ai e ka. E para thot, domthon që duhet të pas parasysh është në disa qëllime, e para për shembull është me përfitu nga dija e tij. Me përfitu nga dija e tij. O njerëz që rrin nga dikush, pra nëse shoku është rrin nga teje, duhet më vrej që ai ka përfituar nga për shembull kuptime që ti ka përfituar për shembull nga këshilla jote e kështu me radhë. Pra në rregull, për shembull me ne dikush me një musliman, shok e ka, s'po them koleg në punë, as kujt, shok e ka, rrin shok, apo thon, edhe për shembull kushtimisht tash mos si temave, po kanë gatë edhe halasi kallon pse se fal xhamon. Ditën e parë ai studoi, ditën e dytë më thon, apo thon, po thon kushtimisht ai me konfetar më shumë, po e kanë të më caktuar. E kanë lëshim caktuar.
duhet më vrej që ka nejt me të se ja kam thu qëta. Ose nivelin më të natë, me nejt me hoq, me nejt me kondokoft. Do është me nejt me ta, edhe me thonë, po, qëta e kumbo shak, e kumbo tafort, se ka dije ma shumë sënë, edhe më fitoj për ti, që ta përri. Kjo nuk është në shpërputhe me ikhlasin. Përshka këse interesi i përfitimit është në dobi të dinit. Nëse rrinë përshamë në i hoqë, përshka këse ti të një banë autoritet, e të një ty të vesën përshka këse me ta, kjo dunjo. Kjo dunjo. Ama nëse përfitan në kuptim të ahiretit e përmëzimit dinit tënë, kjo nuk ka dunjo. Ani ka diqka përtej islamit, përtej imanit. Po vëlla musliman është, po edhe kjo vëlla musliman, pëse s'ka të kisha ka tënë. Ja, se kam këtë shok, se po rrime këtë pëse ka dhije, kjo që ta pëtën. Për këta pëtën. E dyta e përmen, përshamë me përfitu nga autoritetit tje pëtën. Përshamë një musliman ka autoritet, ka ndikim, edhe normal apë më nërdonë, për me rujt, të ashtë ti ki projekt fetar, ti ki përshamë aktivitet sektuara, edhe afërsia me to që autoriteti e mbron fen, nuk është diçka që është shpërpudhe me ikhlasin, se ti s'po përën për veti, po përën nga autoriteti për të mirën e çështje fetare. Nga pasuria e tij apo. Ka thonë për shembull që njëri me përfiton nga një pasuri e dikujt që me kursy kohën për ibadet e për kërkim të ilmit, nuk është çështje e qortuar apo. Jo në kuptim të dunjos, po në kuptim të pavarësimit në shërbim të kërkimit dijes. Sikur se ka pasur për shembull ulema përpara, të cilët në nivel të pushtetit se kanë preferuar, për shkak se pushteti ka të tjera interesa, edhe s'ka mundësi, me përfitu për pushtetit, pa përfitu e për ti njerë ma shumë, kjo e diçka tjetër, e kemi cikë në takimin e kaluar. Po në raport me një musliman, me një mik musliman, apo një shkëmbim i interesit, që ti jep diçka, e ti jep diçka. Këtë aspekt, autorit nuk e shë që është në shpërputje me ikhlasën. Edhe gjithashtu normalisht, thot edhe me përfitu nga shefati ti, ti shë si ka do të si caktuat mira, edhe beson që i përshkak që Allah ka me bo shefaqit e gjykimit. Afrosh me ta, edhe ki raport mira pëse kjo jem në klemi më duhet, apën. Se ka, përshan ka më kush e bën qëta, e me zënë shefati. Ka dhe, apo hadithe që flasin kush e me zënë shefati. Ti është se i ka qëtu, e bën mik përshkak se më duhet jem në klemi. A është interes i qërtum kë? Jo, apën. Nga se në edhim se ka me bo shefat musliman njoni me tjetë në thëmë. Pandaj, kanë thonë selefi, istekthru min l'ikhwan, domthon shtoni vëllaznit në islam që keni, thot nga se çdo musliman e ka një mundësi të shefati yawmul qiyamah. Ndaj s'dihet kush për këndër me sana, nuk dihet ti për taj, domthon sa më tepër afërsi me muslimanët e devotshëm, edhe të sinqert, edhe domthon që ata që yawmul qiyamah mund të jenë kandidat potencial që Allahu alejan shefatin, të jenë interesant. Nuk dihet, ditë e vështirë është atë, për një pak njëri mund me Allah në me hub. E për një qka të vogël mund me fitu, o që një interes është shumë domthon, edhe pse këtu thot autori fahadihi fawaid, këto janë përfitime domthon që i përmena, kullu faidetin, çdo përfitim që e kom përmen, i ka shurutet e veta, kushte veta që nuk mund të realizohet pa to. Andaj unë i përmena vetëm përfitimet, nuk i përmena kushtet, se ka kusht vetin këtu, patyshim. Mirë po i përmena vetë si opcion që besimtarit i asgjerojnë domthon diapazonin e përfitimit për vëllezërit vet edhe vëllezërit të ajve. Jo vetëm thjesht shoqëri që sa ku kanë nejt, po as kush e ka paharin këtij, as kush e ka paharin këtij. Nuk ka kjo çështje. Duhet më pa shenjat e nejas, përfitimit, çka ki ti, ka marrë ai, çka ka ai, ka marr ti. Edhe këtu në përvendim të kujna, në përvendim dinit. Moshtu dia, devotshmëria, përkushtimin ndaj Allahut, largimi nga gjunohi e kështu me radhë. Ndërsa kur vjen tek sifatet, i përmendën këtu të ndërvëllëzër 5 sifate që duhet mi pas parasysh, domthon tek shoku që e përzgjedh. Normalisht kur flasim për përfitimin nga shoku i afërt, edhe kur flasim për cilësitë, ne flasim më së pari për vetveten. Apo para se me domthon ne shiku çka kimë për vetë ti, thosh nëse unë jam shok me dikon, çka ai për të bëmë? Apo vetëm s'po nga devotshmëria jam shumë të madhe atë. Me përfiton nga devotshmëria tam. A përfiton nga këshilla jam, unë pra i habitun i rigati. Çka fiton për me? Sjerrën me mua. Na me vetëm çka fiton për me apo? Mirë, unë e pidi po fitoj çeta, po ai për me çka fiton? Me kohën e të gjithmonë në dhënjesi për ato. Edhe cilësitë ato. Kur i kërkon te teatri, mas pari dush me i përmbush në veten tonë apo. E nga cilësitë e para që autori përmend domon në kuadër të shokut dhe mikut mirë është el akl. Me kohën i mëshëm apo.
Ju i dishëm, detyria është këtë, po më kuni i meqëm. Që i ben i meqëm? Din me të rujt. Din me kujtë, din me vlerësu, i meqëm në pëtëm. Din. Njeri për shkakun që është me ndjelet, nuk din me të rujt, që apo është, për shkakun nuk din musil, nuk din shprehje, nuk din mirënjohje, nuk din vlerësim, nuk mund ai me koshak. Ama e para është akal me pas. Për shkakun të ndërruar dietar kanë përmend shumë subhanallahu shumë pika, rregulla që ndërtojnë e para, por edhe e shpërfaqin, domthonë mendje presin e një muslimani. Mendje presin e muslimani. E përmenin zakonisht një farë legjende, po e ka mësimin e vetë në kuptim negativ. Se njëri e ka rrit një ari, tankoni, ka një të gati, ka ushqyja, ju lidhë shumë me tapëtën. Shumë lidhë me tapëtën. Edhe njëri ka dojnë malë për punë vetë, edhe ka ra me flajt. Kër ka ra me flajt, tankoni ka sil një mizë, e ka pengua, të bon gjumë, ari ju shoku i vetë, ka dojnë minimu, edhe ka kap një gurit malë se mund të fënë, edhe ja ka gjuhë përftyri me jamit mizën. Që kjo shoku me ndelet, simbolika është, apo, për një dvogël të qakurit, për një sen tjesht me trujt, për një qikavit, t'i bën 100 sherët tjera. Vërshtaj, pejgamberi ke pa i ka eduku sahabët me kënd meqëm, kanë ditë musil, kanë ditë mugjint që u duhet në çdo situatë. Ta është normal, kapaciteti intelektual çdo kujt dallon, por mençuria që e ka gdhend imani atë mençuri, është padyshim mundësi për çdo besimtar me përfituar. Çdo besimtar më përfitu. Don mendsinë që e ndërton dhe e gdhen kush imani Allahut te barekuta. Për shembull ka pas një situatë që Khalid ibn Walidi ka qenë në një fërkim me Saad ibn Abi Waqqasin, radhiyallahu anhu. Dhe sahabët mëdha të njohur apo. Edhe një shtes që të popullon, që menzi presin dy vetë me konkeq ai të më shku më apo më afruaj shkon tuj, largu, ka shkuar edhe ka fol diçka për Saad ibn Abi Waqqasin te Khalid ibn Walidi. Edhe Khalid radhiyallahu ta'ala anhu ka qenë mëçëm. Normal, e i ka thonë, aja që është mes meje dhe mes Saadit, nuk ka arrit në nivel të fesë. Që e bjen kja? Do më thonë, nëse unë me Saadin këm pas probleme, për shambull, në menagjimin e ushtrisë, teknike, këna pas problem, për shambull, mos pajtim në plaqin e luftës. Kur të i mërë që kam pas, apo? Shka qenë që të fetare, ka qenë që të mendimesh, apo? Mirë. Tash, që aty e këna lonë këtë pune, të dunjoja këna lonë dhe të dalim mendime. Mi, po nëse foli keq për ta, e prek dinin tem, po, andaj atë që ka ma ka bo Saadi mu, nuk është në fejnë tem, që të rdu të njëja, mi e dhonë për fejnë tem për me, që kjo është i meqëm njëri. Njëri meqëm nuk e jep fejnë për dunjo, nuk e jep, fejnë arru, shumë nga musliman fatkeqësisht e jep fejnë për dunjo. Dikush e prek dunjon, ajo është në gjendje gjysmë në dinit me hupa, o plan veç me hakmir dhe qëti që e ka marrë dunjon. Dunjon është e Allah. Ki hak, kërkoj hakën tonë, me mos ka lë kufi, mos e jenë hak njerit, apo nga se tani gibetet për ty është haram, si për ta. Apo, a të ka bo zullum me një vend, po mos u shëndron në zullumqar nga të qenë viktim. Ka raste ku një nga viktima është shëndrot në zullumqar. E Allah është i drejt, apo. Allah është i drejt. Prandaj akël në pas i meqëm, din. I mençur është edhe ai që, për shembull, i din edhe situatat kur, për shembull, me fol këtë temë, kur shumë sana. Pra shikoni kur ka ndodhur ai bojkoti i pejgamberit në grava, e që është mshël pejgamberi në dhomë vet, edhe s'ka lu kërkush me vizituar. Hadithi Buhari. Edhe është për hap një zymtësi e madhe në Medinë. Saqë Omeri ka qenë tregti në them kur u kthy, kur ka pa gjendje ka thonë, aromakët kanë lemu që kanë mëra, superfuqia botnore, ju ka rok, ka njo, bel emru e shed, ka më diqka mëra, nëse kja, pejgamberi sam, dhe mon, është nda me gratë e tia, se familja për është më rëndësia, kemi se këtë të sera, edhe familja qdo kuj tjetër, po në veç ati, ai që, dhe mon, është shambë, është model, problemet në ti familje përkthejen në gjitha problem tjetër në fush tjetës, andaj ka thonë që, marën se kaq, kam ku është pejgamberi ka në qëtë venë. E i ka thonë ati që ka nejtë, se pejgamberi s'ka pas, i ka thonë hajib. Hajib është ta që ka nejtë të dira, ka pengu hymë. Pejgamberi s'ka pas hajib. S'ka pas rrasët veçanta. Kur ka pas situatë specifike, po. Jo si kryetarët e tjerë që kanë hajib të rrë. S'ka pas pejgamberi. Njerëzë një shpiti ju ndalë pa asë një të lashë.
Kusule ka pas këtë citat, e ka vendosur një rojtar, mos le kur këshme i këto. E ka unë istedhin li Omer, ka një apelemi i Omer, ka i ka unë, Omeri istedhin nuk, s'ka pull përësëm, ka unë s'po t'jap le, para Omeri s'ka ble përësëm. Për situatë ka qenë e tensionuar. Ka shku Omeri, ka unë, po shkaj një pithatë. U këthuj, ka unë, adër njëre, u dalë prapë, ka unë, valla s'po t'jap le. Omeri ka shku edhe njëre, ma jashtë gjamis, ka unë, po shkaj edhe njëre, 3 herë. E 8 njëre, ka thonë, jepi le. Dhe të Omeri kërkom i mrena, dhe unë, e për shumë as pari, që ka pa pejgamberi që fa gjendje, kjo është të tërshka, po s'ka i në temi njëre. Ka njërë që ka u bua, pëse, s'ka i me njërë. Ka njërë, Rasulullah, i kom thonë Aishës, radiallahu, i kom thonë Hafsës, radiallahu, e pëse të pejgamberit që pejgamberit në Aishën më shumë se të jopën. Ka bësirë pejgamberit, ka unë Omeri, që kjo është një, e qela të ime, vahide, hin tim. Se pejgamberit ka pasë që me fulmi për Aishën, ka pasë që me fulmi për Aishën, radiallahu ta'ala, e s'ka pasë me fulmi keq për Aishën, që s'ka pasë me fulmi keq për Khadijën. Njëre Aisha e ka fol, e ka thonë pejgamberit, kur ketë më ka lona e më ka, zbanë e të më harua. Gure veçanë të konë Khadija radiallahu ta'ala anha. Andaj, ka pas rastë kur pejgamberi disponuar me një përmendje diçka të thotë. Njëri. Pastaj ka thonë ja Rasulullah, na muhaxhirët na kon më të shëngum te grava, thonë, na kena pas po sjerrëm me të ensart më liberal. Të gratë më zotnojnë apo ta na i përshën gratë tona. Ka kesh pejgamberi thonë, ka shkuar dyta tani ka një temë thonë. Jo ka dish më një temë thonë. Se problemi ka qenë te gratë, apo a dhe ka i ka qëtim, ka unë i kom thonë hafsës qikës tam, pëse ti ban të lashe që jetan pejgamberi thonë ma shumë, e kështë më radhë, andaj do më thonë njëri me shumë, din me tin tema, din me qil tema, din për nuk shkon direkt, ose për shamu nuk bën cena që po ne menova që kështot, i menon që i meqëm, din me të rujt, din me të mbrojt, din me të ekspozu, këti din atën. Ka thonë e dyta, do më thonë, i meqëm tash, dimusil, i kupton sanat, ka herë për shamë shoku me shokun, nuk ka nevojë më përmend. Aisha radiallahu anha ka ditë, për shamë kur pejgamberi sa e dërmi sfakun atë. E ka ditë që e ka përmend. Edhe kjo te selefit e në dhe kjo është temë që e kena përmend disa, për ka nevojë me shamu shumë të ajtu, që quhet fiku i nën kuptimit apo. Jo është fiku i kuptimit fesë, po dhe fiku i nën kuptimit apo. Nën kuptohet që kjo, kur thosh që bën çështë. Nëse them çështë i bën çështë, po nëse mora vesh. Ç'kjo që duhet dikush i mëshëm që të merr vesh atë. Për shembull, kur ka shku pejgamberi sa te Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu për hijrat, po kallon shaqi që ti këta për jashtë. Kena tim, ka një Rasulullah. Ka dëshmuar se këta janë besnik edhe qelë që ka dushse sigur të kia. Por e ka kuptu se, dhe më thonë, këta duhet me ditë këtë haber se kam në një mua. Ka me konë pjesë, u veke ka planifiku që këtë familje ti ka me konë pjesë e kësapën. Andaj, nëse se din haberin e shpërngullis, ka me marrë vesh nesër, se s'ka dasht me alon, dhe më thonë, shërbimin e rrugës as kujt pos familjes vetë. Mençuria e Abu Bekrit, se ka di se ky projekt nuk ka veç me përcjell pejgamberin, po ky projekt është më i gjon. Dikush që më na pru bukë, dikush na bogati, kush i bën këtë punë? Dikush ka më bën këtë punë. Dhe kanë çelë që to se mençuria e Abu Bekrit që më marr komplet këtë projekt në gjithë kush e ka marr? Abu Bekri familja tjetër. Projekt madhor në Islam, kush e ka marrë atë projekt për vetë? E ka marrë Abu Bekri familja tij, s'e ka marrë kush tjetër. A ky mençuria e Abu Bekrit e ka fituar sholimin e ka përfitu nga rasa. Pastaj i thotë e dyta, me pas moral të cilët mirë. I mençëm është ai cili i kupton senet, din me menaxhimin në kuptimin, ta din domthon sjell ekstremal. E dyta, domthon thotë husnul khuluq. Me kon edhe edukuar i sjellshëm. Ka si autori dy tri tregues, domthon njëri matet në dy situata kryesore. Matet tek hidhërimi i tij edhe matet tek epshi i tij. Nëse nuk ka mundësi me e frenu hidhërimin, e nuk ka mundësi me ndal lakmin, domethënë nuk është për të afërt. Sa nëse për çka çdo koftë, apo domethënë shpërthan hidhërimi i tij, tarmitson çet Allah na rujt apo ose për ham epshi, nëse diçka më fitu më shumë, më njëre e dëmën lakmia dhe prishet dinjave.
Për që testet në dy situatat janë tregues të një shoqëruesi të mirë. Edhe gjithashtu thot Fesik, ai që gjënaçar si tut Allahut, ai që tut Allahut nuk është i besueshëm se nesër, ndoshta ta sill në të keqe e kështu me radhë. Çashtu e ka pranë edhe normalisht nuk këtu tash ka të bëjë me rregulla, edhe gjënaçari edhe ky sa më ka rregulla këto, që është përcaktuar kjo, por megjithatë si kategori me pas kujdes njëri që normal duhet me shoqëru dikon i cili i ndihmon fe, jo i ndihmon nepsh, i ndihmon në adhurim, jo i ndihmon në dalje nga adhurimi Allahut në rrugë. Edhe këtu ka përmend domthon disa raste nga selevë që më tepër do më përmbyll, se ka një pjesë të këtij kapitulli, po do të flasim domthon në të ardhmen, domthon qysh duhet cilat janë obligimet tona ndaj një shoku, ndaj një miku, edhe ndaj njerëzve në përgjithësi dhe cilat janë ato nevojat kryesore që duhet na me ja përmbush njëri tjetrit. Po kjo është temë të ardhmen, inshallah. Këtu i ka përmend disa raste, për shembull ty në thotë Qali Yahya ibn Muadh. Yahya ibn Muadh ka thonë, ka qenë për njerëz të devotshëm, ka qenë për asketëve, atë njerëz që kanë fjalë turta. Në zakonisht ulemat i përmendin fjalë se një më i ka fjalë turta, sikurse për shembull kush është tjetër pjesëlemi që i ka fjalë turta? Hasan al-Basriu. Hasan al-Basriu është dieta thonë, ai kur flet është si më fol nga burimi pejgamberllokut thonë. Që ashtu ka qenë edhe Yahya ibn Muadh radhiyallahu ta'ala rahimahullah, edhe radhiyallahu ta'ala anhu. E ka thonë Yahya ibn Muadh thonë. Ka thonë bi'sa as-sadiq, sa shok i keq është ai i cili duhesh non-stop më thonë mos më harron dua. Nëse për ty s'bën dua, për këngë më dua. Nëse ti non-stop bën dua për mua, sa është do. Don kur ti diçka që është normale me bu vazhdimsi, në çat normalitet tonë, nuk është pjesë më shokut, atëherë pse është shokaj? Pse ki të afër atë? Ka thonë edhe i keq është ai që duhesh non-stop domon mudarat me aspekt është e mirë, po në aspekt nuk është e mirë aftën. Do të më ditë me kanë me bo aftën. Por nëse për shembull shoqënia mbrana, shok në ngushtë, ka nevojë për arsye të vazhdueshme, dashta, mos e merr kështu, apo nëse skena dozë mjaftueshme të arsyetimit, apo atëherë kjo tregon se shoqënia nuk është në nivelin e duhur. Nëse gjithçka ka në përsërim, gjithçka ka për shembull, mos më ne që kam këtu që këta e kam marrë, sa ne të lasme këtu, ki nevojë me dikon tjetër, për shembull, dikon tjetër. Për shembull të ndërvozë. Kur ka dalë pejgamberi në piti kafet atë. Me përcjell Safia ditë shtëpia. Ka kalu dy njerëz. Edhe kur ka kaluar para pejgamberit që i kanë shpejtuar hapat. Ka thonë pejgamberi ala rislikum, mos u gotni. Inha Safia, është gruaja më apo. Është gruaja. Kur ja Rasulullah sa ka shkuar në kur për këtë punë. Ka thonë pejgamberi inna shejtani yajri min ibn Adam me jadam. Shejtani çarkullon. Mirë. Na këtë dhe marrë zakonisht, donë që njëri me pas kujdes, mos me ngjall dyshime, mos me bë punë, apo po, kjo është për njerëz përgjithësi. Që disa bëjnë gjeti kushën? Ja, si gjeti kushën këta. Këta janë njerëz të rëndëmt. Po, këta dëmërujt se këta nuk kanë, ama të kishka lejë Bubekri, a i kishë thonë Safia është? Që më rëmajnë, apëm? Ose me kalu Omeri, apëm? Me kalu Omeri, me thonë Omer, mos më nëti. Jas, kjo është në qmim, apëm? Omeri si kishë thonë është, apëm? Përshka se kuptohet, apëm? Na jem të të nivel, apëm? Ati 2-3 po të mi thonë, ma valë, nuk ka këtë qëllim, nuk ka këtë, po sa i normal, largësia, distanca, kërkan arsvetim. E pa afërsia, sa ma e afërt, ma tepër, bin arsvetimet. Andë dhe njërë bashkëtore, për shumë, nëse ka para gjykime, ka dyshime për gjithë shka, sa di bashkëtore. Nëse kruja, për shumë, gjithë gjësore buri vanohet, kështë di kështë, ka sa di bashkëtore. Qa i vina e mo? Sa shta e më jetë, nuk është mua ajo, gjithë shka i shkërmenja në kuptim negativ, apo? Gjithë shka i shkërmenja në kuptim, shejtani e ngucë, është e vërtet, normal, e ngucë dhe burin, që aty prej ku është ma zdëmti, mi po, nuk du me liu më ra prej do më thonë, para gjykimeve tilla, apo ja, në një burin të më di kush është, e di që është, andaj të, na du të me ngjall, që shka thonë Omeri radiallahu të menquria. Omeri radiallahu ka thonë për menqurin, ka thonë, aqalun nas, a'dharuhum lin nas. Njëri më i meqëm është ai që ka më shumë tjapsi me arsyetu njerëz. Ai që din më që është i meqëm, se për më gjykuar më shoh tonë bojnë këtë punë.
Ama kur ti ke aftësi me agjet dikon se kjo ka pas mundësi me konë se ndoshta apo që ke aftësi që e ruan derin ton, imanin ton, edhe pështon vllahun ton që kjo është mençuri. Ama ne sjellë që ty të ngarkon me gjuna, që s'dihet apo ndoshta je ke paraqykuar njërin, edhe atë ngarkon me akuzë këtu, që nuk është i mëçi. Për mençuria ka lidh me shpëtim tek Allahu xhallahu ala. Çaj që pështon tek Allahu, çaj është i mëçi. Edhe këtu e ka përmend, domthonjë që shoqënia, afërsia që nuk kupton çfarë arsyetim kërkon me politik. Për shembull, na duhet tash me këtë vllahun mos il mirë se po na largohet apo mësh, po ai tetri atje po. A kënd gatën suntutim po na largohet apo. Për shembull, për çështje që cilat janë kuptim të fesë me standarde që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj e përmend domthonjë që menç me kon po sjellja edukata me kon mirë kuptimi me kon këto janë gjëra që e bëjmë në zonën. Gjithashtu thot ka një do njerës të Hasan al-Basri rahimullah, ka shku me vizitu, e s'ka qenë prezent. Ka unë hini mërani sërë vjena, ka një mërani i kanë gjithë të pëmë, i kanë lonë në vend vetë ato. Po më shumë një gjithë të pëmë të urinë. Edhe hala pa Hasan al-Basri, ata kanë qenë miqë të ofër, shukë të Hasan al-Basri, rahimullah, edhe i ka marrë një pëmë, i ti më pëmë, kur Hasan al-Basri rahimullah i ka pa që i pëmt i kanë hongër, apo kanë vallaj që kjo ka dhënë si i na vllazën. Don keni kënaqë tash ti e ke a do çka është afërsia, nëse për një mull me të pritet vesh ti me hongër, apo ku është asnjë llog apo. Apo kur hende shpita më shtëpia jote apo. Sofra jote apo. Për shkak se kena do shumë më të madh se kaq. Apo kena do udhimin e përbashkët të Allahut, xhenetin, në gjykimin e nesër kia kshafat kena më bë, xhenemi e kena ngatë, se si më të gatshëm që të më bë çfarë bën nesër apo. Edhe thotë te njëri prej, domethënë selefit, on ka shku përmendte te Hasan al-Basri rahimullah, ka shku domethënë një mik i tij me alib do parë borx. Se ju dosh për diçka. Kur ka shku s'ka qenë të shtëpia, ka qelluar ai që ka pastruar shtëpinë shëptorja. Ka thonë bëma kesën e filon domun. E ka ditë ku e lën kesën se normalisht o kom pjesë e shtëpisë, kesën ku i ka rrit parët apo. Ka ama kesën e ka thonë. I ka marr, sa i ka vit, ka kthej kesën. Kur ardh, ka thonë çu ke filoni mu kesën se s'm kam ja kthy se do të o shokuat apo. Ka thonë pash Allah e ka ndodhur kështu. Wallahi ka qenë shumë. Ka thonë për hir të Allahut je i lirë. Sa ka qenë rob, apo ka thonë je i lirë, tonë pikëzimit me lirën rob para ka vë. Pikëzimi që vllai ti unik kaq komat është lirë në raport me ta. A dhe të ndërroz ata kanë kuptuar qëllimet e mëdha madhore, xhenetin, knasin Allah xhallahu dunia për ta qenë domon shumë formale apo. Sot fatkeqësisht për dunjë njerëzit din mund një llos, mu fërku, më paragjikuar shumë tjera, Allahu na ruaj. Gjithashtu e ka përmend edhe Abu Ja'far rahimullah, ka dhënë shokët vet një ditë, ka thënë yudkhilu ahadukum yadahu fi kummi akhihi fayakhudhu minhu ma yurid. Apo kia që dikush për juve për shembull opton, me shti dorën ku let vllavët vetëm me marr çadën. Ka thonë jo valla. Ka thonë atëre ju jeni shok, jeni vëllezër musliman, kështu të tonë. Kjo padyshim e ka kuptimin e vet, nuk do të thonë që ti tash normalisht është çështje që e ka integritetin e vet, e ka patjetër këtë vetë, nuk duhet me keq kuptuar jashtë kufive vet. Por këto raste ulema pse kanë përmendur ndër për shkak se njerëz ku janë më ndihshëm. Në para ato. Në dunjë janë më ndihshëm. Nëse alergjia ka shi që soi, ngjeshmëria që të hiqet apo mësh, të jetë në kallaj. Apo. Të njerëz më shumë ti ngjeshmëri kanë ku? Në ego edhe në parë. Mja prek, apo mëresh, problem është thamë. Aje ka lonë këtë punë. Qështë e përmana për një rast, dëmonë, kur Ibrahim an-Nakhai rahimullah, e ka lëshu vend në vetë, Ibrahim an-Nakhai vend në vetë u konë për prisave, babën e ka pas të madhë shtetë. E ka lëshu vend në vetë, ka dosh me shku në Bagdad me kërku ilmë, edhe më bëjde vetë shumë, se u konë për zuhatve të njërë u konë. E rrugës u shku, para se mi në Bagdad, do ushtar me oficer, edhe e kam pyet ejnë në Umran. Umran është vend banimi. Ama Umran i thonë edhe venit që ndërtohet, Imran që ndërtohet apo. Si më thonë për shembull, ku është ndërtimi, ku po ndërtohet apo. Ai ka thonë çka çto.
ka vorrat ka thonë. Ç'të fundërtimi atë. Ai Balmiriu ka thonë apo mëre. Edhe konti ai gorbën me motë, s'po kush janë, ushtarët ato, oficerë edhe i ka raptën. E kur ka në qytet, e ka pa që oficeri, e ka pa që këtë u qu Bagdadi me priti për emrin e khejnë, njëri madh Allah. Kon ku që pas në ramë Allah në subhanallah, të ndel problem, e u shku po më halal dhe më falë apë. Ka thonë ajo kokë që pret halal u mbet në belgë. Ata kry që e dënë dëmonë hakmirët, edhe merë hak e kumulon atje, ata që i morë të me tete kry. Kërë që me këta kry që i morë të s'kani me kërku falë, thënë. A për këpëtan, që dalin sene, thënë. Po, me kry të nevin, që thënë kry të shqiptarit, se të po ata kry të vetë, po, mas i kry po, ka i natë, ka hakmare, ka gjë, ti më ke prejkë mujtë, po, kësi ka. Ama, do të më ndru kryt. Në zemra, me botë muslimanit, e muslimanit dyshe me nënë. Muslimanit dyshe silë, thëmë. E njëri mas shumë që reagon, edhe testot mas shumë, qëka është, në e ti, nefës në ti, mja prejkë karakterin, edhe mja prejkë pare, thëmë. E ata në që duja e në testu edhe, e ka dhënë përimin. Për shta, kër s'ka mujtë me dhënë bashkë që është duhet përimin e bëdhe dhe rej, ka dhënë pejgamberin, me Bilalin i ka dhënë tja, i ka dhënë fjallë që nuk kënë tishma. E pëse ka ro pishmani, ka lyp halal, po i ka dhënë pejgamberin, inë e kemron fike, gjahilijet, hala paske në trup gjahilijet, hala se paske në rrugë kry që është duhet, që që thot bladë musliman që shtopt, ndaj të nërëlëzër, feja në rënë, në sillet, në rënë, komunim, ndaj këta i kam brend, zëmon që din qitë nivel, gjithë herë me konë qësë, normal të është, zesle ka integritet e ti familjar, të pasurisë, normal, ama dhe me të regu që afërsia, sa me e madhe që është, apo, realisht, edhe këto kufi, të fundit të integritet njëriut, edhe këto e rëzohën, e këto rëzohën, nuk ka mua adin donë, diçka që bëhet jemi ose joti ose tjepën. Qështë jarë donë që njerëzit të tonë së mush me konë shurës, normal, nuk me konë të shurës. Edhe kjo së është kërkes, lërgës është ngarkes nëse e lipitome, së mush me konë tonë. Ama e ke zgjidh një shak, 2-3, për gjenet, nën gjenet, e kja, do me ka du që pse më ke zgjidh mu, ose pse ti më zgjidhe mu, ose ti pse zgjidhe ata. Vëlla musliman, po vëlla musliman është që kjo, ki diçka ekstra me ta pse, e po që ekstra du të me pas edhe trajtim ekstra në sjelljen edhe në shërbimin tonë. Edhe ke pa edhe sahabët e pejgamberit në fillim i ka vllaznu 2 fish sahabët. Një fish ka qenë vllaznia e përgjithshme, këtë musliman vëlla muslimanit, apo pastaj ka bëu vllazni mbi vllazni. I ka vllaznu filan sahabët e vllai i tjetër. Pse? Për sahabët në fillim majit kanë pas nevojë për kujdesje për sana për. E me lonë veç vllazni islame, për shembull, tash ky tjetri e kish pas kur të kam vakur, ka mundësi, gjidna, jam konë në zonë, s'kish pas obligim direkt në ti, së normal, ama kër e ka bo vëllat mitësis në gusht, të ashti kime do ketë me ta, edhe keni pa që ka bo sabët, për vëllat në vetë, që e ka bo pejgamberi. E që kjo është nështë vllazni e 2 fishume, një vllazni është një fish, me tonin e vllazni musliman, këtë mirë, janë ato obligimet e caktume që duhet me musliman, kënë regull është, mirë po, sa ma tepër e dëmon shtohet fishi i vllazni lukët, 2 fish, 3 fish, 4 fish, do të mështu edhe, afërsia dhe më largu pastaj ato barierat kushtimisht që janë normale në jetë, por në funksionim të vllaznisë islame, ato realisht bën jo funksionale. Që kjo është kjo pjesa që ka të bëjë me këtë pjesë që ka punuar autori, e pastaj, sikur të thash, përmend që është duhet domthonë më kujdes për një më më praktike, edhe me rrethën e ngushtë, por edhe me rrethën e ngjont njerëzve, që muslimanë me koni shembull i mirë i mirësjelljes, edukatës edhe i moralit mirë me të gjithë. Allahu na shtoft dashnin për hir të Allahut Azza wa Jall, na bëft Allah shembull të mirë të vëllezërllokut edhe të lidhjeve të fuqishme që reflektojnë fuqinë e kuptimeve edhe thellësinë e devotshmërisë dhe kuptimit të fesë Allahut te barekuhu teala. Allahu na fal mëkatet dhe na mundsoj që së bashku ditë gjykimit të ndërmjetësojmë edhe të ngritemi në xhenet me njëri tjetrin, në veçanti pastaj për të kësaj me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët e tij edhe njerëz të mirë në përgjithësi. Allah e shpërblet me kaq për këtë pjesë, sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam.